Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Partia Demokratike zhvilloi sot një protestë kombëtare para godinës së kryeministrisë, duke akuzuar qeverinë për keqçeverisje dhe korrupsion në nivele të larta të saj. Demonstruesit kërkuan largimin e kryeministrit Edi Rama dhe dorëzimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku për t'u përballur me drejtësinë pas masës së pezullimit që mbeti në fuqi. Mbi 1350 efektiv policie u vendosën në terren për të garantuar rendin dhe sigurinë. Opozita e cilësoi protestën si revoltë ndaj skandalit të fundit të kabinetit qeveritar dhe pengesave në shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut për Ballukun. Në një tubim të organizuar nga Partia Demokratike, mijëra qytetarë u mblodhën para godinës së kryeministrisë në Tiranë për të protestuar kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Demonstruesit kërkuan largimin e tij dhe paraqitjen para drejtësisë të zëvendës kryeministres Belinda Balluku në vijim të akuzave për keqpërdorimet dhe pengesave të pretenduara ndaj hetimit të SPAK. Protesta u karakterizua si një reagim qytetar ndaj qeverisë dhe ngjarjeve të fundit politike, ndërsa opozita e përshkroi atë si një moment vendimtar për të kërkuar llogaridhënie dhe reforma. Demonstruesit marshuan drejt kryeministrisë duke mbajtur pankarta dhe brohoritje që u shndruan në mesazhe politike të forta kundër qeverisë së tanishme. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se edhe grushti i dytë që po përgatitet Rama do të dështojë. Gjatë fjalës së mbajtur në protestën kombëtare, lideri i opozitës u shpreh se revolta e qytetarëve është sot zëri i ndërgjegjës qytetare, zëri i dinjitetit, zëri i ndërgjegjës kombëtare dhe zëri i dinjitetit kombëtar. Prej 2 muajve përdori gjithë pushtetin e ekzekutivit për bllokimin e prokurorisë dhe presione të gjitha llojeve ndaj gjykatës kushtetuese për të mbrojtur bashkhajdutën e 50 milionë eurove në tunelin e Llogaras, për të mbajtur në detyrë bashkautorën e vjedhjeve të qindra milionë eurove, për të mbajtur bashkhajdutën që ndërtoi rrugën Quks-Qaflloç në një segment 9 milionë euro kilometrin, pas një urë, pas një tunel, aq sa ka kushtuar rruga e kombit, e cila ka 10 urë dhe tunele me gjata, dhe afërsisht është 3 herë me gjerë. 2 muaj, Edi Rama u përpoq të bëjë grushteti për të mbrojtur Lubin, sepse mbrapa saj është vetë ai, është vetë Edi Rama. Mirë po, faza e parë e këtij grushti shtetit dështoi, dhe këtu ju, burra dhe gra, djem dhe vajza në këtë shesh, ju qytetar shqiptar guximtar, keni të gjithë pjesën e kontributit tuaj me protestën tuaj. Revolta juaj është sot zëri i ndërgjegjës qytetare, zëri i dinjitetit qytetar, zëri i ndërgjegjës kombëtare, zëri i dinjitetit kombëtar. Me mbarimin e fjalës së liderit të opozitës, fishek zjarrit u hodhën drejt godinës së qeverisë, por edhe nga ana e policisë, të cilët kishin krijuar gordon. Reagimi ka qenë i menjëhershëm. Protestuesit kanë tentuar të heqin llogatën e vendosur para shkallëve të kryeministrisë, ndërsa policia ka reaguar duke hedhur ujë me presion nga 2 automjete të parkuara përpara shkallëve të godinës. Më pas, protestuesit e Partisë Demokratike janë zhvendosur para godinës së parlamentit duke intensifikuar aksionin e tyre. Mes tyre janë edhe deputet Partisë Demokratike, të cilët janë përfshirë në përplasje me gordonin e sigurisë dhe forcat e rendit të vendosura për ruajtjen e ambientit. Situata para parlamentit mbetet e tensionuar, ndërsa protestuesit kanë hedhur bomba molotov dhe fishek zjarri drejt policisë. Forcat e rendit janë përgjigjur me gaz lotësiellës. Situata mbetet e tensionuar teksa policia ka përdorur dhe 2 autobot me ujë për të shpërndar protestuesit. Për të siguruar rendin dhe mbikëqyrjen e situatës, mbi 1350 efektiv policie ishin vendosur në terren. Policia rrethoi zonën përreth kryeministrisë me kangjilla dhe masa sigurie, ndërsa devijoi trafikun dhe monitoroi tubimin për të shmangur për shkallëzime të mundshme. Opozita shqiptare doli këtë të martë në protestën e tretë kombëtare kundër qeverisë Rama. Partia Demokratike kërkon largimin e kryeministrit Edi Rama dhe dorëzimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u ka bërë thirrje qytetarëve për pjesëmarrje të gjerë, duke cilësuar protestën moment vendimtar për vendin.
Opozita shqiptare pritet të rikthehet në shesh këtë të martë, në ato që konsiderohet protesta e tretë kombëtare në vijim të aksionit politik kundër qeverisë. Tubimi synon të mbledh qytetar nga e gjithë Shqipëria në bulevardin kryesor të Tiranës me kërkesën për largimin e kryeministrit Edi Rama nga detyra dhe përballjen me drejtësinë të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, të cilën opozita e akuzon për afera të rënda korruptive. Pak orë para nisjes së protestës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka intensifikuar thirrjet për mobilizim, duke u drejtuar qytetarëve me mesazhin për pjesëmarrje masive. Pakor në ndajmë nga uragani i madh i shpresës dhe fitores së opozitës dhe kombit shqiptar. Të bashkohemi sot në bulevardet dhe rrugët e Tiranës në një nga momentet më kritike. Kreu Demokrat bëri të ditur se skenari i protestës do të jetë paqësor por i vendosur, duke e përkufizuar si një kryengritje qytetare përmes së cilës synohet të kërkohet llogaridhënie dhe ndryshim politik. Skenari i protestës është skenari një kryengritje të fuqishme paqësore që don të përcjell sot më shumë se kurrë në vatrat e të gjithë shqiptarëve, por edhe në Bruksel, Washington dhe qendrat Berlin dhe qendrat tjera kryesore, se ne nuk mposhtemi nga një narkokratur. Zhvillohet dhe pas kartonit të zi që i nxorën mbrëm dhe sot në Bruksel, njeriu që për vjedhjet e tij është i gatshëm t'i ver flakën një procesi aq i integrimit evropian të Shqipërisë ëndrës. Partia Demokratike thekson se këto protesta janë pjesë e një aksioni të vazhdueshëm politik dhe paralajmëron se mobilizimi do të vijojë deri në plotësimin e kërkesave të saj, duke konsideruar presionin qytetar si mjet kryesor për të sjellë ndryshim në qeverisje. Ambasada amerikane në Tiranë ka bërë thirrje qytetarëve amerikanë të shmangin protestën e opozitës që pritet të mbahet pas ditën e sotme në kryeqytet. Sipas njoftimit, ekziston rreziku i përshkallëzimit të situatës në dhunë, nisur edhe nga incidentet e protestave të mëparshme. Autoritetet shqiptare kanë paralajmëruar masa të shtuara sigurie dhe kufizime në qarkullim. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Tiranës ka lëshuar njoftim sigurie për qytetarët amerikanë dhe personelin diplomatik, duke i këshilluar të shmangin zonat ku do të zhvillohet protesta e thirrur nga Partia Demokratike në orën 17 në qendër të kryeqytetit. Në reagimin zyrtar, ambasada thekson se megjithëse protestat shpesh nisin në mënyrë paqësore, situata mund të ndryshojë me shpejtësi dhe të përshkallëzohet në incidente të dhunshme. Si precedent, përmendem protestat e 24 janarit, gjatë të cilët spati përleshje dhe përdorim të mjeteve ndesëse, duke rritur shqetësim për sigurinë publike. Për këtë arsye, qytetarët amerikanë u kërkohet të shmangin rrugët përreth zonës së tubimit, të tregojnë vigjilencë të shtuar dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale të rendit. Ndërkohë, organizatorët e protestës kanë njoftuar se tubimi do të zhvillohet në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku është ngritur edhe podiumi për mbajtjen e fjalëve politike. Në të njëjtën kohë, policia e shtetit ka shtuar praninë në terren duke paralajmëruar mbyllje të disa segmenteve rrugore dhe kufizim të qarkullimit në zonat qendrore të Tiranës. Sipas policisë, ekziston mundësia që protestuesit të bllokojnë kryqëzime të ndryshme, çka mund shkaktojë ndërprerje të trafikut. Sipas shtesë sigurie, hyrja kryesore e godinës së qeverisë është blinduar, ndërsa autoritetet janë angazhuar për të garantuar rendin dhe mbarvajtjen e situatës. Një vit pas paraburgimit të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Velia, i 2 studio ligjore ndërkombëtare kritikuan masën si të padrejtë dhe politike. Avokatët argumentojnë se Velia i është mbajtur pa provat mjaftueshme për rrezik arratisje apo pengim të drejtësisë. Ata i cilësuan rastin si shembull të abuzimit me paraburgim në Shqipëri. Një vit pas vendosjes së paraburgimit ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Velia, i 2 studiot ligjore ndërkombëtare përfaqësuese, dolën në një deklaratë ku kritikojnë ashpër masën e marrë ndaj tij. Sipas tyre, Velia i ka mbajtur në paraburgim duke shkelur perimet themelore të procesit të së drejtës dhe në rrethanat që përbëjnë sipas tyre përsekutim politik. Avokatët ligjor e cilësojnë rastin si një shembull kryesor të abuzimit me masën e paraburgimit në Shqipëri. Ata theksojnë se gjatë 365 ditëve të fundit, Velia i ka qëndruar i ndaluar pa prova bindëse që të justifikojnë rrezikun e arratisjes apo ndikimin negativ mbi procesin e drejtësisë.
Gjatë 365 ditëve të fundit, çështja e kryebashkiakut Veliaj është bërë shembull kryesor i përdorimit të tepruar dhe abuzimit në masën e paraburgimit në Shqipëri. Veliaj është mbajtur i ndaluar, pavarësisht se nuk ka prova të qarta se ai përbën rrezik arratisje, se mund të pengojë drejtësinë apo se mund të kryente sërish krimet e pretenduara për të cilat është akuzuar. Sipas avokatëve, në shtator ndalimi i tij u përdor nga Këshilli Bashkiak i Tiranës si bazë mbi të cilën u kërkua të shkarkojë nga posti i kryetarit të bashkisë. Së fundmi, prokurorët e SPA kanë argumentuar se mbajtja e vazhdueshme në burg e kryebashkiakut Veliaj justifikohet sepse ai kërkon këshillim ligjor në SBA për të mbrojtur, pasi u bë qartë se nuk mund ta bënte realisht këtë vetë. Ky nuk është proces i rregullt ligjor, është ndëshkim pse kërkon mbrojtje dhe një shkelje e hapur e së drejtës së tij për të mbrojtur. Që nga dita e parë, kjo çështje ka qenë një përsekutim politik i shoqëruar me abuzime skandaloze të procesit të rregullt ligjor. Sot shënohet një vit i plotë kësaj padrejtësie të vazhdueshme, tha Daniel Fetterman, partner në firmën ligjore Kezuic dhe një nga këshilltarët ndërkombëtar të kryebashkiakut Veliaj. Këshilltarët e Veliajt kërkojnë shqyrtim të menjëhershëm të situatës dhe një vlerësim të drejtë për shkeljet e supozuara të procedurave ligjore. Ky reagim vjen ndërsa vëmendja ndërkombëtare është shtuar për respektimin e të drejtave dhe standardeve të procesit të rregullt ligjor në Shqipëri. Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykat ish kryebashkiakun e Kavajës Elvis Roshi. Ai akuzohet për shpërdorim detyre në lidhje me disa procedura tenderimi gjatë kohës që drejtonte bashkinë. Sipas hetimeve, dyshohet për një dëm ekonomik prej rreth 33 milion lekësh në buxhetin vendor. Ish kryetari i Bashkisë së Kavajës Elvis Roshi do të përballet me gjykatën pasi prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka mbyllur fazën hetimore dhe ka depozituar zyrtarisht dosje në gjykatën e posaçme. Lëvizja e SPAK vjen pak ditë pasi Roshi u paraqit në prokurori ku u njoh me përfundimet e hetimit dhe firmosi mbylljen e procedurës. Prokurori i çështjes Elvin Gogaj i ka kërkuar GJKK-s kalimin e dosjes për shqyrtim gjyqësor duke konsideruar të plot fazën e grumbullimit të provave. Për shqyrtimin para prak të kërkesësh është caktuar gjyqtareja Rutina Palloj, e cila do të vendosë nëse çështja do të kalojë për gjykim të plot. Roshi është marrë zyrtarisht i pandehur për veprën penale shpërdorim detyre, një akuzë që lidhet me ushtrimin e funksioneve publike në kundërshtim me ligjin. Hetimi ndaj tij nisi pas një kallëzimi të bërë nga kontrolli i lartë i shtetit, i cili evidentoi shkelje dhe parregullsi në procedurat e tenderave gjatë periudhës që ai drejtonte bashkinë. Sipas të dhënave të administruara nga prokuroria, dyshohet se në disa projekte publike përfshirë rikonstruksionin e qendrës së qytetit dhe ndërtimin e disa akseve rrugore janë kryer procedurat pa rregullta që kanë sjellë dëm financiar. Vlera e dëmit të pretenduar nga hetimet arrin rreth 33 milion lekë, ndërsa në dosje përfshihen edhe zyrtar të tjerë lokal që dyshohet se kanë pasur rol në këto vendimarrje. Me kalimin e çështjes në gjykat, pritet që procesi të hellë drejt mbi përgjegjësitë konkrete dhe ligjshmërinë e veprimeve të ish zyrtarëve vendor. I pandeuri Enrik Hoxha i ka dhënë dëshmi të detajuara në GJKK për atentate të porositura ndaj biznesmenëve dhe personave të tjerë. Ai deklaroi se Nureddin Dumani ofronte shuma të mëdha parash për ekzekutime përfshin 100.000 euro për vrasjen e Lulzim Mashës. Sipas tij, disa nga atentatet dështuan për shkak të problemeve me armët dhe ndërhyrjeve të papritura. Detajet të reja trondice janë zbardhur në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nga i pandeuri Enrik Hoxha, i përfshirë në dosjen e njohur si Plumbi i Art. Gjatë dëshmisë së tij, ai ka treguar mënyrën se si sipas tij organizoheshin atentatet me pagesë dhe si përzgjidheshin persona të ndryshëm. Hoxha i deklaroi se Nureddin Dumani kishte ofruar 100.000 euro për vrasjen e biznesmenit Lulzim Masha dhe 150.000 euro për ekzekutimin e djalit të tij. Sipas tij, objektivi fillestar ishte djali, po për shkak se nuk po lokalizohej, grupi kishte menduar të godiste fillimisht baban dhe më pas gjatë ceremonisë mortore të kryente edhe atentatin ndaj të birit. Ai rrëfeu se arma për sulm ishte siguruar nga Aleksandr Baho, i njohur si Sakati, ndërsa ekzekutimin do ta kryente një person i quajtur Skerti, por atentati nuk u realizua pasi arma sipas dëshmisë u bllokua në momentin vendimtar. Hoxha i tha se gjatë gjithë kohës ndiqte komunikimet e policisë përmes radios për të kuptuar lëvizjet e forcave të rendit. Në vim të dëshmisë ai foli edhe për plane të tjera kriminale, mes tyre edhe për vrasjen e
ploti Kilës. Sipas Hoxhait, kjo ide u la pasi Kila u arrestua. Ai pretendoi se Dumani dyshonte se Kila strehonte Talo Çelën dhe për këtë arsye ishte vendosur në shënjestër. Hoxhai tregoi gjithashtu për episodin e plagosjes së Nureddin Dumanit. Sipas tij, ditën e ngjarjes ndodhej në Elbasan, ndërsa Dumani në Peshin. Pas një telefonate ku ishte thënë se ishte qelluar, ai shkoi ta merrte dhe e transportoi drejt Fierit, ku sipas dëshmisë u thirrën 2 mjek për ta trajtuar në kushte shtëpie. Ai shtoi se ndërsa ndodheshin në Fier, forcat e policisë mbërritën në vend ngjarje. Në fund të dëshmisë, Hoxhai akuzoi Dumanin se kishte bashkëpunuar me autoritetet dhe sipas tij i kishte shitur të gjithë. Dëshmia e tij pritet të jetë një nga elementet kyç në procesin gjyqësor të dosjes Plumbi Art, ku hetohet një sër ngjarjesh të rënda kriminale dhe atentate të ndryshme me pagesë. Dhjetra banor të Durrësit dolën në protestë para bashkisë për të kundërshtuar prishjen e banesave të tyre për shkak të projekteve infrastrukturore. Ata denoncojnë mungesën e transparencës dhe dëmshpërblime shumë më të ulta sa vlera reale e trekut. Banorët kërkojnë zgjidhje strehimi dhe dialog me autoritetet vendore. Tension dhe pakënaqësi para bashkisë së Durrësit ku një grup banor u shumblodhën për të kundërshtuar projektin infrastrukturor që sipas tyre rrezikojnë shëmbjen e banesave ku jetojnë prej vitesh. Protestësi u bashkuan edhe familje nga zona e Currillave, si dhe qytetarë të prekur nga projekti i njohur si TIT. Banorët thonë se nuk janë informuar zyrtarisht nga institucionet për fatin e pronave të tyre, por lajmin për prishjen e mundshme e kanë marrë në mënyrë jo formale. Sipas tyre, kjo situatë ka krijuar pasiguri dhe ankth, pasi ende nuk ka një komunikim të qartë për procedurat, afatet apo alternativat e strehimit. Projekti parashikon zgjerimin e rrugës që lidh zonën e Currillave me aksin Aleksandër Goga, një investim që autoritetet e konsiderojnë të rëndësishëm për lehtësimin e trafikut dhe zhvillimin urban. Megjithatë, për banorët ky investim po përkthehet në humbje të shtëpive dhe pasigurive për të ardhmen. Një tjetër shqetësim lidhet me vlerën e shpronësimit. Sipas tyre, dëmshpërblimi i ofruar nga bashkia është shumë më i ulët se çmimi real i tregut të pasurive të paluajtshme në Durrës, çka do të bënte të pamundur blerjen e një banese tjetër në të njëjtën zonë. Ata theksojnë se po e cënohet u drejta e pronës dhe kërkojnë zgjidhje konkrete strehimi, jo thjesht kompensim financiar. Në protestë morën pjesë edhe banorë të prekur nga projekti TIT, të cilët u përballën me këshilltar bashkiak dhe përfaqësues të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit. Ata kërkuan sqarime dhe garanci ligjore për mënyrën se si do trajtohen familjet që rrezikojnë të mbeten pa banesë. Banorët paralajmërojnë se do të vijojnë reagimet publike nëse nuk do të ketë transparencë dhe dialog nga ana e autoriteteve, duke kërkuar që çdo investim të mos realizohet në kurrizë të jetës dhe sigurisë së tyre. Shqipëria ka rënë në 11 vende në renditjen vjetore të Transparency International për vitin 2025, duke u vlerësuar me 39 pikë nga 42 pikë që e kishin vitin e kaluar. Rënja e vendit tonë është më e forta në rajon krahasuar me vende si Kosova, Bosnia dhe Serbia. Raporti thekson përkeqësim të perceptimit të korrupsionit në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Raporti vjetor i Transparency International për vitin 2025 tregon një rënje të ndjeshme të Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit. Sipas organizatës ndërkombëtare, vendi ynë ka humbur 3 pikë krahasuar me vitin e kaluar, duke zbritur në nivelin e 91, ndërsa 180 vende të rënditura globalisht nga vendi 80 që ishte në raportin 2024. Rënja e Shqipërisë me 11 vende në rënditje është më e theksuar se ajo e vendeve të tjera të rajonit. Transparency International vlerëson se korrupsioni është përkeqësuar në të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, por vendi ynë ka shënuar rënje më të madhe. Kosova ka humbur 1 pikë duke u vlerësuar me 43 pikë, Bosnia me 1 pikë, ndërsa Serbia me 2 pikë. Malizi dhe Maqedonia e Veriut kanë ruajtur të njëjtin nivel perceptimi si në vitin 2024, me Malinezi të konsideruar deri në këtë momente më i miri në rajon sipas raportit. Raporti i Transparency International thekson se rënja e Shqipërisë reflekton sfidat e vazhdueshme në luftën kundër korrupsionit, nevojën për institucione më të forta dhe për transparencë më të madhe në sektorin publik. Organizata theksojnë gjithashtu rëndësinë e veprimeve konkrete për të përmirësuar besimin e qytetarëve dhe të investitorëve ndërkombëtar, duke nënvizuar se lufta kundër korrupsionit mbetet një faktor kyç për zhvillimin ekonomik dhe stabilitetin politik të vendit.
Eci me të tjera informacione, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kundërshtuar ashpër kërkesën e prokurorisë speciale në Hag për dënime të rënda me burg ndaj ish drejtuesve të UÇK-s. Ai tha se kjo kërkesë nuk merr parasysh kontekstin historik të luftës shkrimtare dhe bie ndesh me standardet të ndërkombëtare. Sipas tij, lufta e UÇK-s është e drejtë dhe mbrohet për mbijetesën e popullit të Kosovës. Kërkesa e prokurorisë speciale në Hag për dënime të ashpra ndaj ish-krerëve të ushtrisë shqyrtare të Kosovës ka sjellë reagime të menjëhershëm të kryeministrit Albin Kurti. Përmes një deklarate publike ai vlerësoi se qasja e prokurorisë nuk reflekton standardet e drejtësisë ndërkombëtare dhe anashkalon rrethanat historike në të cilat u zhvillua lufta në Kosovë. Sipas Kurtit, UÇK-ja ishte një forcë shlirimtare që veproi me kushte mbijetese për mbrojtjen e popullsisë civile dhe për sigurimin e lirisë së vendit. Ai theksoi se qëllimi i saj nuk ka qenë kurrë agresion apo spastrim ndaj ndonjë komuniteti tjetër, por rezistenca ndaj shtypjes së dhunës. Kreu i qeverisë kosovare e cilësoi luftën e UÇK-s si një kryengritje antikolonialiste dhe një përpjekje legjitime për vetvendosje, duke shtuar se përpjekjet për të paraqitur ndryshe këtë periudhë përbëjnë sipas tij shtrëmbërim të së vërtetës historike. Ai garantoi se institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të mbrojnë dinjitetin e luftës shlirimtare dhe do të qëndrojnë në krah të vlerave të drejtësisë dhe të së vërtetës faktike, duke kundërshtuar çdo narrativ që cënon sakrificën e luftëtarëve dhe qytetarëve të Kosovës. Ndërkohë, në Hag vijon procesi gjyqësor ndaj ish drejtuesve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, të cilët ndodhen në paraburgim që prej nëntorit të vitit 2020. Prokuroria ka kërkuar dënime të rënda me burg për secilin prej tyre, ndërsa çështja mbetet një nga më të ndjeshmet politikisht dhe shoqërisht në Kosovë. Kërkesa e prokurorisë speciale në Hag për të dënuar 4 ish-krerët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës me 180 vite burg u kritikua ashpër nga Tirana. Kryeministri Edi Rama i quajti aktin varrosje për së gjalli të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Ministrja e Jashtme Elisa Spiropali ngriti dyshime për standarde të dyfishta të proporcionalitetit në drejtësinë ndërkombëtare. Kërkesa e prokurorisë në Hag që ka kërkuar dënime të rënda me burg për 4 ish-krerët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës ka shkaktuar reagime të forta nga udhëheqësit shqiptar. Kryeministri Edi Rama, duke komentuar vendimin, tha se prokuroria ka shkelur logjikën dhe drejtësinë duke kërkuar varrosje për së gjalli të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Ai shtoi se është e vështirë të shprehesh për një akt që sipas tij nuk respekton parimet bazë të proporcionalitetit dhe procesit ligjor. Më pyesin miq nga Prishtina pse nuk po shprehesh për mikun tënd që sot u ngarkua me 45 vite burg me pretencën e prokurorisë së Hagës. Nuk po shprehem dot, pasi ende po mundohem të gjej ku buron filli logjik që ka ndjekur prokuroria për të dalë me kërkesën për varrosjen për së gjalli të 4 burrave dhe sikur ndonjëherë fjalët nuk më vinë ndihmë për t'u shprehur. Në një reagim të veçantë, ministra e Jashtme Elisa Spiropali ngriti dyshime për standarde të dyfishta në trajtimin e nga prokuroria e Hagës. Kozjatja e paraburgimit që tashmë ka kaluar 5 vjet pa një vendim përfundimtar dhe natyra e akuzave të ngritura ngrem pikpyetje serioze mbi proporcionalitetin, standardet e procesit të rregullt ligjor dhe respektimin e të drejtave themelore të njerëzit. Kjo situatë ushqen gjithnjë më shumë perceptimin e një ashpërsie të janshme në trajtimin e kësaj çështjeje. Qendra zyrtare thekson rëndësinë e drejtësisë së besueshme në ndërtimin e së ardhmes së Kosovës dhe stabilitet në rajon, duke paralajmëruar se padrejtësitë e perceptuara mund të dëmtojnë besimin e institucionet ndërkombëtare dhe proceset paqësore. Ky reagim i Shqipërisë vjen ndërsa vendimi i prokurorisë së Hagës pritet të ndikojë thellë në situatën politike dhe sigurinë rajonale. Të nderuar trishikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 11 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me vranësira të dendura dhe rreshje shiu her pas here, ndërsa pasditja vijon me vranësira dhe rreshje shiu më të dobëta kryesisht në zona qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të shumta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor dhe juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 ball.
Indeksi ultraviolet për Tiranën më 11 shkurt 2026 pritet të jetë I ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:34 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:16 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 15 gradë Celsius. Berat, 7 deri në 15 gradë Celsius. Korçë, 1 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarand, 9 deri në 15 gradë Celsius. Territori I Kosovës për datën 11 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë vranësira dhe rreshje shiu të her pas hershme në shumicën e qyteteve. Paraditja do të shoqërohet me vranësira dhe rreshje shiu, ndërsa pasditja vijon me intervale të shkurtra pushimi dhe rreshje të dobëta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 11 shkurt 2026 pritet të jetë I ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:31 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:08 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 4 deri në 9 gradë Celsius. Podujev, 3 deri në 9 gradë Celsius. Skënderaj, 2 deri në 9 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 10 gradë Celsius. Malishev, 3 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan, 2 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 11 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 6 gradë Celsius. Suhare, 4 deri në 11 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 12 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube dhe TikTok. Bashkë do të ndahemi këtu për t'u takuar në edicionin e ardhshëm.